Mirëmëngjes të gjithë dhe ju përshëndes përzemërsisht kudo që të ndodheni. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, plot realizime. Xhubleta. Kjo veshje madhështore e Malësisë, kjo veshje tashmë e njohur botërisht në UNESCO, është krenari e etnografisë tonë, krenari e mjeshtrisë tonë, krenari e natyrës e njerëzve tanë fisnik. Natyrisht është mjeshtri, realizimi i saj, është një mrekulli të shohësh të gjitha, po e quaj qelizat e realizimit të kësaj veshje të mrekullueshme në të gjitha detajet. Por natyrisht kjo veshje e cila përdoret kryesisht në festa, si që janë logu i bjeshkëve apo të tjera që zhvillohen në Malësi, por edhe në festa familjare, është rëndësishme që të jetë shumë më afër, shumë më e aksesueshme, më përdorshme, e aq më tepër, të ketë një mundësi diebërje, rjetësimi në këtë mjeshtri të madhe të kësaj veshje unike. Pikrisht me këtë ide është nisur prej pak kohësh puna për diebërjen e xhubletës. Të thuash këtë fjalë është sikur të gërmosh në një institucion, siç është kjo veshje e Malësisë, ndaj mjeshtria për ta realizuar këtë është e madhe. Natyrisht artizanët malësore janë të mrekullueshme me atë punim që e kanë sjell nga shekujt, por që pikrisht kjo traditë të përtërihet, janë realizuar projekte për rjetësimin e diebërjes. Klasat e kurseve me kursante artizane për xhubletën. Në Malësinë e Madhe, natyrisht në kujdesin e Ministrisë së Kulturës edhe të drejtë për drejtë nga UNESCO. Sot do të flasim për këtë iniciativë kaq të bukur dhe mjaft të vlefshme, ndaj në studio jam së bashku me Majlinda Laçe, koordinatore e klasave të zbatimit të xhubletës. Mirëmëngjes Majlind, prej kohësh kemi jo thjesht njohje, por një qasje ndaj këtyre elementeve etnografik të kulturës sonë dhe të traditës sonë. Mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë si u gjej. Është gjithmonë kënaqësi të jem në këtë studio. Normalisht edhe në prezencën tuaj. Realisht e përshkruaj shumë bukur. Xhubleta është një vlerë kombëtare. Tashmë prej po bëhen afro 3 vite, në këtë fundit bëhen 3 vite që është edhe pasuri botërore. Regjistrimin e saj në UNESCO në fakt ka filluar që në vitin 2013 kujdesi dhe vëmendja ndaj kësaj veshje, ndaj kësaj vlere kombëtare, që me procesin e prezantimit apo të themi vlerësimit të saj si një vlerë e trashëgimisë kombëtare, pra në regjistrin e trashëgimisë kombëtare. Pastaj në vitin vijoi këtë proces edhe më tej për të regjistruar logun e Bjeshkës me të gjithë elementet, xhubleta, mënyra se si visheshin vajzat për të marrë pjesë në log, rregullimi i flokëve që edhe ajo është një pjesë shumë karakteristike e veshjes dhe është pjesë integrale e veshjes së xhubletës. Dhe pastaj finalizimi në fund vit të 2022-shit që xhubleta u pranua në UNESCO si një diebërja saj si një element në rrezik zhdukjeje. Dhe nga kjo u nxit i gjithë ky proces për ta shpëtuar, për ta riexuar dhe për ta transmetuar te gratë dhe vajzat, jo vetëm për të ruajtur një vlerë kombëtare, por edhe për të mundësuar që gratë të fitojnë aftësi edhe të reja, por edhe të transmetohet dhe të
sillet si një element që mund të ndikojë jo vetëm në zhvillimin e turizmit, por edhe në zhvillimin ekonomik dhe social, sidomos për fuqizimin e grave në zonën e Malësisë Madhe. Do të flasim pikërisht sot në këtë rafsh, dua të prezantoj dhe të ftuarat tjera. Është Rudina Bardhi. Përshëndetje Rudin, e përfshirë në kurset e klasave të diebërjes, por Rudina përveç profesionit të saj si mësuese, është studiuese, ajo ka realizuar dhe studimin e saj mbi Xhubletën, ka botuar librin Rrëfim për Xhubletën. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Rudin. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Kënaqësi të jem bashkë me ju. Siç e thatë edhe ju, unë jam mësuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe, kam pas fatin e mirë që të kryej studimet master në Shkodër, në shoqërinë e shumë personave të rëndësishëm të kulturës shqiptare, ndërta dhe Aferdita Onuzi, e cila më sugjeroi që të merrja përsipër të kryej një studim të tillë. Dhe punimi që intervistat dhe materialet që unë kam mbledhur gjatë asaj kohe, bëhet fjalë për vitin 2011. Solli një rezultat, një punë shumë interesante që u vlerësoi jashtëzakonisht mirë nga juria e asaj kohe. Ndaj qëndron pikërisht në këtë rafsh dhe nuk i ndahesh pikërisht diebërjes dhe gjithë elementeve që paraqet Xhubleta. I qëndroj sepse puna që unë prezantova lidhej shumë me historikun e situatës tonë, e Shqipënisë, shqiptarëve, pastaj veshja shkon paralelisht me ekzistencën e njerëzimit. Absolutisht, është element i pandar. Nuk mund ta dash. Atëherë, nëse ne i ndajmë nga informacioni që kemi marrë nga historia dhe i ndajmë periudhat prehistorike dhe historike, domethënë ka mungu shkrimi dhe koha pastaj që historike që e kemi të dokumentuar historinë. Kemi periudhat, sepse pse po e përmend këtë, sepse dua të dal aty që Xhubleta vjen nga një rrethana baritore, pra nga jeta e filozofia pikërisht ai element shumë i rëndësishëm që lidhet pikërisht me Baktin, me Delën, me leshin e butë dhe karakteristikë të asaj zone. Pra ne dhe historiku, pra që janë nga Paleolitiku njeriu ishte gjahtar, pastaj Mezolitiku njeriu vlerëson bujqësinë, pastaj kemi Neolitin ku njeriu krijon banesat e përhershme dhe fillon të jetojë me bujqësi dhe me blegtori. Pastaj vjen antikiteti që shkon deri në vitet në 800 paralindjes Krishtit dhe në shekullin e 5 kjo shtrirje. Pastaj kemi mesjetën, rilindjen, periudhën moderne deri në kohët e sotme, deri në kohët e sotme. Pra unë e bëj këtë parantezë sepse në gjithë to, domethënë historian të njohur edhe grek, se po mos ishin të huajt, ne nuk do të merrnim ndoshta për shkak të pushtimeve që kemi pas si kom, si territor. Po mos ekzistonin studiosit e huaj, do të dinim ndoshta shumë pak për veten tonë. Pse? Sepse kemi vakume historike gjitha ne. Edhe e shoh që njohja, historia, kulumtimi është mjaft i thellë tek ju, ndaj keni edhe frymëzim. Ndërkohë që dua të prezantoj dhe një vajzë, po e quaj, ka ardhur me mëngë përveshur, ashtu siç është edhe në punë, sepse është bashkëtrajnere në kurset e diebërjes së Xhubletës. Unë do ta prezantoj me emrin e saj sepse ajo ka emrin e saj në këtë proces të diebërjes, Enduela Kola Doda, por dua ta prezantoj edhe si vajzën e një prej atyre mjeshtreve artizane që diebërjen e Xhubletës e ka trashëguar te vajza e saj Enduela dhe tek Mesa. Bëhet fjalë për të famshmen File Kola, e cila sot nuk ndodhet këtu në studio, madje as në Shqipëri, sikur ta bëjnin programin një ditë tjetër, ajo patjetër do të ishte, por është shumë mirë që Enduela na e transmeton edhe më së miri, sepse ndjehet trashëgimtare e kësaj diebërje, apo jo?
Anduel. Po, mirëmëngjes. Kënaqësi të jem këtu. Faleminderit për ftesën. Shumë krenore që për herë të parë jam në një intervistë në vend mams. Pra kjo do të thotë që po ecim brezat me të vërtet, po ecim, jo vetëm që e thona. Kjo është edhe një qëllim shumë i bukur i kësaj. Ka një adrenalinë veçantë, shumë emocione. Po, do t'ja dalim. Se me fol me Xhubletën është gjë e thjeshtë për me. Majlind do të thotë që me gjithë këtë rëndësi që natyrisht është folur shumë, asnjëherë nuk mjafton sepse asgjë nuk është shterruese, gjithmonë Rudina na foli për një hapësirë shumë të madhe kulturore që i përket pikërisht këtij elementi, por është shumë gjë e bukur që ajo të jetësohet në diebërje, që të mos mbesi ai fond që është dhe të tjera të jenë thjesht imitime. Jo, diebërja është një element që tregon ekzistencën e saj. Si lindis ju përfshi në çfarë kujdesi dhe çfarë marrëdhënie mes hallkash deri në realizimin e kësaj klase? Unë dua të përshëndesa në këtë fillim bisede edhe Donika Velaj, drejtoren e kulturës në Malsinë e Madhe, e cila e ka koordinuar të gjithë këtë panel sot dhe me siguri na ndjek me vëmendje. Po. Atëherë, në momentin që një element i trashëgimisë kulturore bëhet pjesë e UNESCO-s, pra futet në fondin e trashëgimisë kulturore botërore, normalisht që ka dhe në kuadrin në cilin Xhubleta u përfshi, pra u bë pjesë e pasurisë botërore, pra elementi diebërja si një element në rrezik zhdukjeje, normalisht që ka dhe një planifikim për shpëtimin e këtij elementi. Dhe ku më mirë se në Malsinë e Madhe, ku aktualisht është edhe shtëpia e Xhubletës, pavarësisht se edhe nga historia ne e dim shumë mirë sepse ashtu si kolegja, unë kam studiuar për trashëgimi kulturore dhe tema diplomës ka qenë Xhubleta, pra vlerësimi i Xhubletës, por e kam sjellë në një version tjetër në pikpamjen edhe të zhvillimit të turizmit kulturor për zonën. Dhe kjo më ka bërë që të hulumtoj shumë dhe ta njoh edhe më nga afër, pra jo vetëm si veshje, por edhe për sa i përket pjesëve dhe elementeve dhe historisë së saj. Xhubleta ka pas një shtrirje shumë të madhe deri në Milot, në Gjakov, në Tuz, pra në gjithë viset shqiptare. Por aktualisht është e gjallë, gjendet e gjallë vetëm në Malsinë e Madhe. UNESCO-ja bashkë me Mekin, sot, pra Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, menduan dhe me shumë të drejtë që Bashkia Malsi e Madhe të jetë institucioni përfitues dhe normalisht edhe komuniteti i grave dhe vajzave të zonës. Sepse, përveç faktit që aty ka shtëpinë, por është edhe një element që njihet jashtëzakonisht mirë nga e gjithë zona. Dhe kjo ishte detyra kryesore e fillimit të procesit të krijimit të klasave. Ka kaluar nëpër disa procese, që është realizimi i klasës. Regjia kemi disa inserte të cilat mund t'i paraqitni pikërisht kjo është klasa. Po, kjo është klasa, e cila në kujdesin me mbështetjen e UNESCO-s, Mekit dhe me punën e shumë të mirë të Bashkisë Malsi e Madhe, të institucionit të kulturës, kemi këtë klasë tashmë të krijuar me të gjitha kushtet për sa i përket procesit të trajnimit për diebërjen, për mësimin e diebërjes së Xhubletës. Ka kaluar faza e parë, nëse mund ta vazhdoj, po, ngritjes së kapaciteteve, janë trajnuar shumë gra dhe vajza të reja, mosha shumë diverse, nga 20 në mos gaboj deri në 65-70 vjeç. Interesi është i jashtëzakonshëm. Po si e përhapet pikërisht dhe çfarë interesi pati kur u hap thirrja për hapjen e klasave të kurseve për diebërjen e Xhubletës. Ja. Po, në fakt aty ka patur një farë komunikimit paraprak ndër vite, pra në momentin që filloi hartimi i dosjes për regjistrimin e Xhubletës në UNESCO, normalisht që janë bërë biseda paraprake me komunitetin, me institucionet drejtuese dhe kemi kënë gjithë pak a shumë të mirë informuar për procesin që do vijonte. Dhe normalisht shtëpia e Xhubletës, Malsia e Madhe, atu vendos që të realizohej edhe procesi për trajnimin e grave dhe vajzave për nxënjen e diebërjes së Xhubletës dhe normalisht transmetimin edhe më tej të gjithë këtij procesi dhe gjithë këtyre aftësive. Interesi është i jashtëzakonshëm. Kemi patur një grup fantastik
Kur mbaroi faza e parë, sa shpejt mbaroi. Aty kam para diçka tjetër që përveç faktit që gratë mësojnë dhe marrin aftësi të reja, është e domosdoshme edhe socializimi. Është një element i ndërthurur shumë bukur për sa i përket jo vetëm procesit të nxënjes së dijebërjes, por edhe i socializimit të grave, sepse një pjesë e konsiderueshme janë pa punë, janë vajza të reja, janë gra që punojnë por kanë dëshirë edhe të vinë të marrin diçka të re, sepse xhubletën e shohin si diçka, si një pjesë integrale e qëndësisë tyre. Kështu që besoj se faza e parë ka kaluar shumë e suksesshme. Rudina ka qenë pjesëtare, përveç në qasjen e saj studimore, është tashmë edhe e afërt me vijebërjen e kësaj veshje. Jam e afërt për arsye se, domethënë, vetë shkalla e studimit ose vetë përhapja, domethënë, koha që i kushton këtij drejtimi, domethënë të lidh edhe të ban pjesë e saj, komunikimi pastaj me zonja, me gran mosh, të cilat e kanë punu, e kanë pa duke u punu, e kanë riparu xhubletën e vjetër dhe e kanë restauruar, si të thush. Po. Dhe kanë sjellë në një variant të mirë të ri, domethënë kjo të ban që ti jesh e lidhur gjithnjë, të japësh kontributin tënd në Ky projekt synon që të rijetëzoj xhubletën origjinale. Po. Cilat janë sfidat për ta realizuar këtë, sepse në radhë parë nisen me materialet, pastaj me proceset e ndryshme, po i quaj të përgatitjes, po i quaj teknologjike, por më pas është mjeshtria, apo jo, Anduela? Atëherë, unë dua ta nis, domethënë, nga që po diskutonim në hyrje në hapje të emisionit, kam pas shansin që të marr pjesë në një simpozium shkencor në vitin 2023 ku u shpall viti i xhubletës në Tuzë, në ambientet e komunës së Tuzit. Edhe aty kam mbajt kombëtesën me temë mjeshtria punimit dhe mundësia e rindërtimit saj të veshjes me xhublet. Aty unë kam paraqit propozimin tem për komunën e Tuzit, për Bashkinë e Malësisë Madhe dhe për shoqatat, si një mundësi për krijimin një grupi artizanale të artizanatit dhe mundësisë për të kriju këtë veshje të re. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që erdhi momenti që ky ndaj edhe ti u qase, domethënë ishe e frymëzuar pikërisht për pjesëmarrjen. Dhe më erdhi shumë mirë që u kriju, domethënë kreu faza e parë, ka tendenca, ka gratë kanë dëshirë, kanë shpreh dëshirën për me mësu, për me ditë më shumë, pastaj është filja gjithnjë e pranishme. Ne do të ndalemi atë mjeshtrën e madhe sot nuk e kemi këtu, po kemi këtë mjeshtrën e vogël, vajzën e saj, madje edhe vajza jote Anduel merr pjesë në këtë proces, apo jo? Po, nuk ka se si na pështon as ajo, prezave. Se unë qysh më e vogël se vajza jeme, toni erën e xhubletës gjyshes, kur hap të orka, xhubleta dhe vrat me pa gjanat e bukura që kishte xhubleta. Të pëlqente. Më pëlqenin rruzat, lulet, gjanat, më dukshin lojna, po sot me as vites e kuptoj se sa vlerë kanë pas. Që atëherë unë i kam pëlqyer, tonaj me mamën normal që për ditë ajo punon, mamaj pak i këtë copen, mamaj pak i këtë penin, mi veni ta rruzat se shef më mirë, e kështu kam nisë edhe që hapi sot pak, nesër më shumë, sot jo sa mama, s'baj fjalë, por e njoh se si bëhet xhubleta, edhe se ja kalon profesorit. Po tash me pyet mua tham, di më mirë për këtë, e baj më kollaj më mirë se ti më shpejt se ti. Po kur e baj unë, kur e ban ajo, duket e puna dorë saj shumë më e bukur se sa kjo e makinave çepse ose stemme që i baja saj. Po prapë është kënaqësi xhubleta. Megjithëse na mungojnë gjëra, nga fillon procesi dhe si është transmetuar kjo nëpërmjet kësaj klase. Nga fillon procesi? Te klasat ne kena 12 takime, ndër ato 12 takime jena mundu me sistemu proceset të xhubletës një pas një. Kena fillu si hapi parë me shprishjen e leshit për me e bë, si elementi kryesor. Është kryesorja është baza se ajo është fillimi. Pa fillimi s'u më shpëba kur gjë. Dhe natyrisht aty është në malsi, i gjithë kjo lëndë e parë. Është në malsi, po prap edhe atë që e kanë ma kollaj e hupin, e hellin,
atë bazën që ne na duhet se sa na e përpunojnë edhe na japin diçka më të mirë për gjërat që na duhen. Po sikur njerëzit janë, nuk e di. Një humbje interesi. Mungesë informacioni. Me siguri kjo klasë e gjejmë shumë zor sot atë mesazh. Ka dhënë një mesazh që ai element shumë i rëndësishëm që përbën piknisjen, jo vetëm që nuk duhet hedhur, por duhet vlerësoj jashtëzakonisht, apo ja. Klasën e kena shumë mirë, po eci me vajza jo thona na sepse kena Të mosha gjitha vajza. ndryshme, edhe profesione ndryshme kjo ka habit shumë, se janë bile si kena 2-3 edhe Kena edhe psikologe. Kena psikologe, kena mësuese, kena pensioniste, kena vajza të reja studente, kena shtëpiake, kena të llojet i kena shumë pjesëmarrja në këto klasa kursesh. Natyrisht ka një qasje edhe pasion edhe dashuri për këtë veshje, për traditën, për vlerësimin, po është edhe si një element ku shikohet një lloj mundësia në sipërmarrje, në vazhdimsinë e këtyre produkteve artistike të mrekullueshme, apo jo? Normalisht, kjo është edhe vetë për te faktit të transmetimit të diebërjes. Pra, ky është fokusi kryesor, por ama edhe fuqizimi i grave dhe krijimi i ideve të reja se si mund të përcillet ky trajnim, këto dije që do po marrin, se si mund t'i sjellin nesër që të fuqizohen ekonomikisht vetë ato të jenë të pavarura në jetën e tyre. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm, edhe pjesë integrale e këtij trajnimit. Po ka vlera të jashtëzakonshme, përveç se e trashëgon edhe i fuqizon këto gra, i jep mundësinë, ndërkohë që interesat turistike dhe komunikimet kulturore janë më të shumta. Xhubleta si veshje si kostum tradicional të jep mundësi, mjafton të kesh pak imagjinat, të jep mundësi të jashtëzakonshme që ta sjellësh në një format tjetër. Xhubleta është një dhe vetë dhe nuk ka tjetërsim, por ama në kuadrin tashmë të zhvillimit edhe të teknologjisë, edhe zhvillimeve të reja në çdo fushë të jetës, normalisht që për ta bërë sa më interesante, për të rritë edhe turizmin, që të jetë një turizëm edhe sa më i qëndrueshëm, normalisht edhe zhvillimi do të jetë edhe më i qëndrueshëm, normalisht që gratë mund të sjellin elemente të reja që mund të jenë në formën e ndoshta të bizhuve, në formën për aksesorë, po ndoshta edhe, pra mjafton imagjinata është e pafundme dhe mundësia është e pafundme për të jashtëzakonshëm i materialit, por dhe i punimit, mbetet ai. Sepse kjo është origjinale. Pra punimi, do të thonë, nxjerrja, ideja është që të nxjerret një xhublet origjinale e kohës sotme. Origjinale e kohës sotme. Po cila është sfida më e madhe? Ju përmendet materiale në fillim, u gjetën materialet, mjeshtria e thjerrjes, mjetet e punës fillimisht që i patë edhe në insert, pastaj materiali, do të thonë puna me përpunimin e leshit, krijimi një shajaku, një tirku, krijimi i spikut, siç e ashtu përmend më përpara. Pra ideja është që me këto të ndërtohen ato ivat që japin formë xhublec. Domethënë që e ndërtojnë atë pjesën e pasme në formë këmbane dhe të bukur të hishme, së bashku me ato që gjyshet tona i quajnë shkrola, domethënë ato simbolikat e bukura që përcjellin mesazhe ilire deri në ditët e sotme. Pra, kena pse mesazhe ilire, sepse në çdo periudhë kemi, domethënë aty kemi diellin, kemi kryqin, elemente pagane. Pra, edhe kemi gjarpërin, kemi, domethënë, që të lidhen me jetën e gruas dhe element tjera që e mbrojnë gruan nga syni i keq. Domethënë, deri shqiponja në formë stolijet prej sermi, por dhe shqiponja e punuar në. Domethënë, janë elemente shumë interesante që na e paraqesin ekzistencën e duhet ta lidh me bisedën me historikun e saj, që na e paraqesin ekzistencën e xhublets në gjithë këto etapa kohore ku shqiptarët kanë kaluar. Kuptoj. Ndërkohë që mjeshtrat e diebërjes, patjetër që me veprimet e fijes së tjerur të leshit kanë mundësuar edhe kursantët që të mësojnë spikun.
ta bëjnë atë rruz, si thonë, Me hik spik. me hik Me spik, hik kot spik nuk është kjo fjalë. Po, ka kanë gjoja më e bukur kur e ke arrit i pas ke hik spik. Edhe vajzat e këtë grupi aty, se cila prej tyne, një e ban, dy tjera e shofin, mezi presim i marr ato boklat. U prodhon për disa me- kilometra spik? Kilometrat janë fjalë molle, po disa metra po. Po, sa duhet që një xhublet të ketë Një të formojë? xhublet, ajo don shumë spik, asaj nuk i dalin më mërmenja. Sipas intervistave që unë kam marrë nga gratë, të cilët e kanë punu, aty 150 deri në 250 pash ose 300 pash thuhet spik. Ke parasysh sa mund ose edhe më shumë, pse se xhubleta ka për masa, do të thënë për masa të ndryshme. Madhore. Ke parasysh edhe ndërtohet, do të thënë në atë formë, në atë mënyrë që ti përshtatet grus trupit Është shumë sfiduese prodhimi i shajakut. E keni mundur që ta realizoni? Me keqardhje, shajaku është hapi parë, thëmë është leshi, ajo Po. që prej saj del gjithçka, po shajaku është një pjesë e xhublet si fatkesisht unë mendoj që sot ka vdek. Aty duhet burra, nuk duhen vetëm Aty gra. duhet burri, po duhet edhe vajanica që bën shajakun. Duhet edhe mullini që blun, Po, sepse duhet edhe janë një të lomë lidhuna të që ju bashkë duhet, nëse janë, është një profesion si që është dje bërja xhubleca, është edhe bëmje shajakut, Shajakut. e bën dikosh, po me sa di unë nuk është mo as vajanica, as kërkon, Ja, në Shqipëri as nuk mjeshtri ekziston. që e bën, Si do as të kërkon. realizoni këtë? Këtë e kena zëvendësu me copa, teknologjie të reja, tash jena mundu me gjetë një copë përshtatshme që zëvendëson sa do pak Sa shajakun. përsante e ndoqën kursin e parë? Grupi i parë ka pas 13 vajza, Po. 13 kursante. Vajza e gra. Po që do të Vajza, gra, po. thotë... Vajza më janë fiksu më vajza. Po, ndërkohë që keni mbërritur deri në prodhimin e fundit të Po, të një xhublet? produkt, një xhublet. E kohës sotshme, si shta Rudina. Një xhublet e vjetër e kohës sotshme. Po, kjo është. Ndërkohë që përveç asaj ju keni filluar të realizoni edhe disa elementet të aksesorëve të xhublet. Se ne kur realizojmë një diçka, ajo diçka ka shumë çka mrena. Për shembull ne kena realizu postavën aty, po ajo ka qenismet me lule, ajo ka motivet, Elemente simbolike, elementet e saj që dukjen, jo duk si origjinale normal se. Keni mbërritur në këtë fazë, e cila pa dyshim që vazhdon. Patjetër. Vazhdo për ti. Si do të vazhdojnë? Në fazën e parë, nëse mund të vazhdojmë. Po, Në fazën e parë, normalisht që janë 12 seanca, të cilat janë të përfshime të gjitha proceset që nga faza e parë apo nga procesi i parë që është përzgjedhja e leshit, larja, pastrimi, shprishja, thjerrja, pas thjerrjes ngjyrosja, pastaj realizimi i punimit të spikut, pastaj ka filluar me pjesën e prerjes pjesës së pasme, pra pjesë këmbë, të gjitha aftësi që vajzat dhe gratë aty i kanë marrë. Tashmë, gratë dhe vajzat e fazës së parë kanë shpreh kënaqësinë që të jenë përsëri pjesë sepse nuk e kanë përfunduar. pjesë kanë dëshirë që të jenë pjesë sepse ato do të jenë përforcojnë njohuritë, por një pjesë e tyre do jenë edhe trajnerë të grupit të ri të vajzave që do të jenë në fazën e dytë. Pra është një zinxhir, një maraton që vazhdon deri në procesin final, besoj nga qershori do të mbyllet si proces trajnimi i grave dhe vajzave, dhe normalisht që do kemi atë produktin final, siç e tha dhe Rudina, të xhubletës së sotme. Dhe të mendosh që një xhublet e realizuar vitesh, mbase edhe shekujsh, ka dalë nga dorë artizane malsore, duke e parafturuar atë madhështore, ashtu siç është veshja, ashtu siç janë bjeshkët e malësisë sonë, dhe ju 2, 13, 15, 20 vajza dhe gra që përpiqeni të arrini atë mjeshtrit të jashtëzakonshme. Çfarë madhështie. Por edhe një mision i bukur juaj. Është mision i bukur, por do të kemi parasysh diçka tjetër, që në realizimin e xhubletës nuk ka punuar vetëm gruaja, ka marrë pjesë gjithë familja në procese të ndryshme. Kështu që edhe në atë klasë, pavarësisht se ne trajnojmë, dhe është një klasë mësimit, ne jemi pak a shumë si një familje, funksionojmë si një familje, ku të gjitha bashkë dora dorës fillojmë dhe realizojmë gjithë procesin e punimit të xhubletës. Ndërkohë, ju mendoni që deri në fazat
të tjera të realizoni plot, të ndalemi pak tek aksesorët, pasi natyrisht ato që përbën pjesën postave, është themelore, por edhe aksesorët të cilët natyrisht shprehin me anë të simboleve mesazhe të forta për jetën. Mendoni ta vazhdoni me këtë apo të përforconi njohuritë që kanë marrë? Kemi parasysh që edhe në kohët e hershme të punimit të xhubletës, mund të flasim edhe për ndoshta për shekullin e kaluar, do të kemi parasysh që pjesa e bijuterive, nëse mund të quajmë bijuteri apo aksesorëve të xhubletës, kanë qenë është shami. Ato janë mësuar gjitha, ato janë elementë që janë mësuar, po ato janë pjesë përbërëse e veshjes, kapica, shamia, postava, gryksja, boqet apo përparësit paraniku që i thojnë. Xhubleta Pux për shembull që sot nuk gjallon, por ekziston vetëm në muze, ka edhe prapanikun, është një boqe krejt e vogël shumë e bukur. Ka arrit faktikisht që ta risjell një element, një version, është një artizane me duart arta nga Puka, që Xherasin edhe ta përshëndes dhe falenderoj sepse ka bërë një punë të jashtëzakonshme për sa i përket kësaj veshje dhe trashëgimisë tonë kulturore kombëtare. Për të viju pastaj pjesën e komunikimit, normalisht që te pjesa aksesorëve ka funksionuar një zinxhir i ton i artizanëve që kanë punuar me filigran, që kanë punuar me serm. Këto janë pjesa e aksesorëve të xhubletës. Për sa i përket pastaj pjesë përbërëse të kostumit si kostum, ato realizohen dhe janë mësuar në procesin në fazën e parë të trajnimit që ne kemi zhvilluar me klasën e xhubletës. Çfarë kemi ndjer, edhe meqense Rudina, por edhe Enduela janë aty pikërisht në këtë punim të këtij brumi të famshëm. Mendoni që më pas të realizoni vetë, të krijoni si përmarrje të vogla, që ky rijetëzim i diebërjes të mos mbesi vetëm në atë klasë, por që të gjej zbatim, sepse ky është një qëllim i kësaj si përmarrje apo jo? Ideja është, domethënë që të arrihet një produkt që të ketë disa parametra, domethënë të arrihet një produkt i pëlqyeshëm, edhe i pranueshëm. Edhe nëse ne e realizojmë ose vajzat, gratë, domethënë puna e tyre shkëlqen në këtë drejtim, atëherë me siguri nëse do të ndërtohej masanej një tjetër mund të shtoj sepse kapacitetet mbështetëse për të arjetësuar duhet pa për të treguar masanej që tradita vazhdon, sepse ky në fund fundit kjo është ajo ideja thelbi. Megjithatë premisat janë të merren njohuritë bazë. Këto njohuri nuk merren si një libër i mbyllur në bibliotekë. Absolutisht. Atëherë, po, dhe qëllimi në vetvete krijimit të klasës së xhubletës, përveç transmetimit të diebërjes, ka edhe një fakt tjetër që vetë edhe Mekin bashkëpunim me Bashkinë Malësie e Madhe, klasa do vazhdoj të jetë përsëri funksionale dhe nëse Bashkia Malësie e Madhe pastaj ka politika për të vazhduar dhe normalisht në bashkëpunim me institucionet qendrore, siç është Meki apo institucionet e tjera, ndoshta edhe pse jo me UNESCO-n përsëri, të vijohet përsëri vijimësia tashmë jo vetëm e trajnimit, por edhe fuqizimit të grave dhe sjelljes nëpërmjet sipërmarrjes. Kjo është një element shumë domethënë, sepse vetëm kështu mund të rrihetësohet dhe ndërkohë edhe gratë fuqizohen. Mirë, faza e parë mbaroi, si mendoni që ta vazhdoni fazën e dytë? Do të keni përsëri kursante të reja dhe si janë të përhapura, çfarë gjeografie ka ardhja e këtyre kursanteve? Janë të gjitha nga Kupliku apo kanë ardhur nga zona të ndryshme? Jo, janë nga zona të ndryshme të Malësisë Madhe. Kemi biles edhe nga Shkodra, ka patur interres edhe nga artizanet shkodrane. Normalisht që ashtu siç e thash edhe më parë, faza e parë ka përfunduar dhe tashmë gratë dhe vajzat përveç se janë si themi përfituese të dijeve, po do të jenë tashmë edhe transmetues të grave dhe vajzave të reja që do vinë në fazën e dytë. Shumë interes edhe më shumë se sa faza e parë. Shumë interes. Kapacitetet për t'i pritur këto në klasa, në materiale, në instrumente, po i quaj të diebërjes janë të gjitha, apo jo?
po kapacitetet janë mjaftueshme, bile s'kena prap vend bësh, po s'kena më vajza për momentin. Grupi i dytë ka fillu, domethënë, Ka një javë, dita parë, po. javën që shkoj filloj si prezantim. Kena jena shumë mirë në hapat shumë të bukura, vajzat janë shumë të kënaqura, po i kombinojmë shumë mirë vajzat e grupit parë me vajzat e reja të grupit dytë, se kjo i tregon kësaj siç e ka me ballën, se kam vëmendjen unë ose mama kur është Ne kuptojmë edhe sa kanë thith nga faza e parë, sa kanë marrë, domethënë nga gjithë trajnimi i fazës së parë. Pra është një vazhdimsi. Shumë, ka një dije shumë qartë në tru që aq mirë ja shpjegon po sa që ne të moja. Ja shpjegon vajza e grupit parë, asaj tresë që ka, rritë jo kështu, po kështu. Është pasioni dhe dashuria. Kjo është gjë shumë e bukur. Edhe ndoshta kjo është për të përhapur, për të shpërndar, për të përqafuar dhe për të përgëzuar. Besoj se është një punë që vazhdon dhe kjo është ajo forca që jep pikërisht edhe ky frymëzim i bukur siç është Xhubleta. Unë dëshiroj të thoni diçka dikujt, domethënë disa vajzave që nuk e dinë se do vazhdoj përsëri, i keni dyer të hapura apo tashmë është plotësuar numri. Nuk duam që të humbim shpresat të askujt, dera është e hapur për të gjitha vajzat dhe gratë që kanë interes. Mund të tregoj edhe vendollën, ne jemi tek shkolla mesme, pra është krijuar klasa pastafat tek shkolla mesme në Koplik. 2 herë në javë zhvillohet trajnimi, të hënë dhe të mërkur, kush ka dëshirë, qoftë edhe ka kuriozitet të shohë se si realizohet apo si vijon procesi i punimit të Xhubletës, është mirëpritur të vi, pastaj edhe për të marrë dije normalisht që janë të mirëprituna. Natyrisht Xhubleta së bashku me Valsoren, ku mund të mendohet e zgjidhur ky binom i fuqishëm. Ajo dije bërse dhe ajo madhështore që e vesh Xhubletën dhe i jep pasaj një hieshi ende më të madhe. Duart tuaja janë të arta. Po ashtu dhe dëshira e zjarrt, krenaria gjithashtu. Unë ju falenderoj që ishit në këtë bisedë të drejt për drejt këtu në RTS Shkodra, duke dhënë mesazhin e bukur, shumë shpresdhënës, që asgjë nuk humbet, çdo gjë trashëgohet. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj mbarësi, një përshëndetje për të gjitha gratë dhe vajzat, për të gjithë organizatorët dhe të gjithë ata që i kanë përveshur mëngët, ka ardhur Anduela, po është edhe Filja që ne përshëndesim, dhe të gjitha gratë me emër dhe mbiemër, të cilat natyrisht i kanë vënë dashurinë dhe zemrën djebërjes së kësaj veshje unike madhështore. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese gjithmonë. Botror e librit, mesazh për të gjithë të rinin që të mos heqin dorë asnjëherë, të lexojnë, të mësojnë, të vazhdojnë përpara. Ju falenderoj shumë, mirupafshim në stacione të tjera të këtij projekti shumë të bukur. Faleminderit. Faleminderit.